Në hadithin e Abu Hurairës radiallahu anhu, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: haqqul muslimi ala al-muslimi sittun, qila wa ma hunna ya Rasulallah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. Të pranishmit që ishin aty para pejgamberit alayhi salatu wassalam i thanë: cilat janë ato, o i dërguari i Allahut? Sepse ishin kurreshtar, ishin të interesuar me ditë se çfarë obligimesh kanë muslimanët ndaj muslimanëve. Fillimisht kjo shprehje e pejgamberit alayhi salatu wassalam, obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 6, është thonë, do të thotë me një rast. E nuk do të thotë që vetëm 6 obligime i kemi ndaj njëri tjetrit. Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë të shumta, po në këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, në këtë thonje janë përmend 6 obligime që janë shumë të rëndësishme. I ka përmbledh, i ka përfshi prej kur takohesh me njeriu, prej kur takohesh momentin e parë deri kur të ndahesh me të e përcjell për botën tjetër. Kështu i ka përmbledh pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe këtu i kemi përmend të kaluarën, kush i mban mend, kush nuk i mban, ndoshta edhe i ka harruar dikush, i kemi përmend para disa kohësh apo viteve. Po do të ndalna me tekst të veçantë me obligimin e 6 edhe të fundit që e kemi ndaj muslimanëve. Obligimi i parë i muslimanit ndaj muslimanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: idha laqitahu fasallim alayhi. Kur të takosh vllaun tën besimtar musliman, përshëndete me selam. Do me thonë jepi selam. Në takimin e parë, kur takohesh me një besimtar musliman, i jep selam. E pyetja që mas shpeshti na bëhet, a thua do të na më dhon selam çdo njëri që takojmë? Është një hadith tjetër, një thonje tjetër e pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka thonë: jepi selam, përshëndete me selam ato që njeh edhe ato që nuk e njeh. Ato që e njeh prej muslimanëve edhe ato që se njeh prej muslimanëve. Mirë, po shtrohet pyetja, nëse jeton në një vend ku jo muslimanët janë shumicë, e muslimanët janë pakicë, janë minoritet, a do të më i dhon selam tash për shembull në për metropole evropiane, si në Bern apo në Zürich apo në Düsseldorf apo në Bruxelles apo në Londër apo ku diun në Helsinki apo diku tjetër? A do të më dhon njerëz selam ran kur të takojsh? Jo. Hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, përshëndete me selam ato që e njeh dhe ato që nuk e njeh, është për qëllim në një vend ku muslimanët janë shumicë, sikur na këtu që jemi, të paktën deklarativisht jemi deklaruar me vullnet, me dëshirë, 96% e popullatës sonë janë deklaruar musliman. Në kësi vendesh, sikur vendi ynë, edhe në vende tjera ku muslimanët janë shumicë, i jep selam njerëzve i njeh apo nuk i njeh. Në vendet ku muslimanët janë pakicë, i jep selam vetëm atyne muslimanët që i njeh, se s'mund është i medali jo muslimanëve më dhon selam. Dhe kjo përshëndetje e kemi shpjeguar sa herë, është përshëndetje bekuar, është përshëndetje bereqetshme, është përshëndetje shumë e rëndësishme, sepse këtë përshëndetje për neve e ka përzgjedh Allahu i madhruar në xhenet. Këtë përshëndetje e ka përzgjedh Allahu për neve në xhenet. Këtë përshëndetje e ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këtë përshëndetje e ka pas edhe njeriu i parë Ademi alayhi salam. Sepse kur Allah ka krijuar Ademin, kur e ka krijuar Ademin alayhi salam, kanë shku me laçet edhe i kanë thonë: thuaj assalamu alaykum wa rahmatullah. Do të thotë kjo është përshëndetje e përzgjedhur, është përshëndetje me laçeve, është përshëndetje banorët e xhenetit, dhe është përshëndetje që ka shumë urime në të, shumë do me thonë ka dua dhe lutje. Dhe selami të një pjesë e madhe muslimanëve të botës, sidomos në vendin tonë, nuk praktikohet. Selami të një pjesë e muslimanëve ka med vetëm kur takohet me një hoxh, kur takohet me një vjetër ose me një që e njeh që shkon në xhami, edhe ka met më shumë
kam vetë do me thonë si praktik në për xhami apo rreth xhamive. Selami nuk ka do me thonë këse për kufizimi. Nuk du mund dalë për vlerën edhe rëndësinë e selamit, sepse nuk kemi shumë kohë, vetëm se sa ma shumë që e praktikani, aq ma shumë duhen ndërmjet veti, ka thonë pejgamberi s.a.s. A dëshironi t'ju tregoj, ka thonë një send që nëse e përhapni, që nëse e praktikani, keni me u dash mes veti, të pranishmit i thamë, po i dërguar i Allahut. Tha efshu selame bejnekum, përhapeni selamin mesin e juaj. Do me thonë, edhe në shtëpi kur të hish jep selam, edhe kur delsh jep selam, edhe në institucion apo në punë apo kudo që t'jesh, makinë kur të hish edhe kur delsh, edhe kështu mos me përmend krejt vendet, do me thonë bëhet për ditëshmëri selami. Obligimi i dytë i muslimanit ndaj muslimanit është, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa idha da'aka fa ajibhu. Kur të fton, kur të thirr vllau musliman, përgjigju ftesës së tij. Është bo shprehi, është bo praktik që më ju përgjigj ftesës së njerëzve autoritativ, njerëzve që janë ftyra publike që ju thojmë, apo njerëzve që janë me autoritet, me pozit, apo njerëzve që kanë pasuni, apo njerëzve që kanë familje autoritative kështu me radhë. Ndërsa kur e bën një takim, apo një ndaj, apo një tubim, apo edhe një iftar, një vëlla musliman, po që nuk njifet në popull, s'ka diçka që e dallon ato, do me thonë, nuk e ka në farë karakteristike të veçantë, nuk e njeh nashta kërkush për diçka të veçantë, atëherë njerëzit hezitojnë me shku, nuk shkojnë tek ai. Kjo është prezente. Andaj është ushqim jo i bereqetshëm me shku me ullë në një sofër, në një tryez apo tavolin, ku ulen pasunikët e ati vendi, ndërsa privohen, ndalohen të varfërit e ati vendi. E qysh du të me qenë mezhlisi apo ndeja apo tubime apo iftari, me pas njerëz të ditën, me pas njerëz të varfër, me pas njerëz të pasër, me pas njerëz me shkollë, pa dhe pa shkollë, që do të thotë kjo me bo një lloj, nëse kam drejt me thonë sikur salata, e ke pa me qit një salat veç me një sen, për shembull është me tranguj diqysh, dikuj i pëlqen, po si pëlqen krejtve. Po me qit një salat, edhe në to me qit shumë sene, 7 sene, 10 sene, me përzia salatën, ajo është ma tërhiqse, ma atraktive për gojen edhe për shijen e njeriut. Kështu është edhe treza, tavolina e iftarit, apo e drekes, apo e darkes, apo e nejes, kur në të bohen të gjitha kategoritë e njerëzve. E treta, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë prej obligimeve të muslimanit ndaj muslimanit është wa idha stansahaka fansah lahu. Nëse të kërkon këshill, këshilloj atë. Nëse të lyp dikush këshill, nëse dikush të afrohet, edhe don me marr mendimin tën ose don me marr këshillën tënde, këshilloje. Sepse nuk e din çdo njëri sa e rëndësishme është këshilla. Një këshill vllazën ja shpëton dikujt na jetën. Një këshill ja shpëton dikujt na jetën. Një këshill e shpëton një çift bashkëshortor. Një këshill e shpëton një çift bashkëshortor. Pse? Burri nuk lëshon pe, gruaja nuk lëshon pe. Kush do të më lëshu pe? Çaj që është më i mëshëm. Çaj që është i mëshëm gjithmonë lëshon pe. Edhe tash, ka nevojë me kanë një palë të tretë. E të kanë përzirë ty me i këshilluti, ose me gjykun mes tyne, nëse ti e që gjykon. Atëherë çka këshilloj? Këshilloj se e shpëton një çift bashkëshortor. Një këshill ndikon që dikush me u bon ashta nesër milioner, e mungesa e një këshillë ndoshta ndikon që dikush me falimentu krejt. Një këshill ndikon ndoshta dikush me u bë dietar, me u bë alim, sepse ke këshillu që me ndjek rrugën e dijes, edhe në farforme e ke stimulu e ke përkra moralisht, apo ndoshta e ke përkra dhe materialisht, sepse ata që kërkojnë dijen, lejohet me i përkra edhe materialisht, nëse i kena mundësit. Dhe me i këshillu njerëzit, sepse feja jonë është këshill. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 herë ka thonë, ad-dinu nasiha, feja, dini është këshill. Andaj, me përzidh fjalët këshillat më të mira të mundshme për ata që kanë nevojë me i këshillue.
E katërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wa idha marida fa'udhu", kur të smuret besimtari musliman me shku me vizitue. Po në gjuhën shqipe përkthej me vizitu, se me vizitu arabisht është fezurhu, zjaret me bo. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fa'udhu. E fa'udhu nuk ka vizit, po fa'udhu është me i shku her pas here. Me i shku 5 herë, 10 herë, se ka mundësi njëri është i smut 5-6 muaj ditë, ka mundësi është 1 vjet, është 2 vjet. E nuk mjafton me një vizit, me një zjaret, po ka thonë fa'udhu, me i shku dhe me thonë her pas here, me vizitu të smurin. Edhe këtu kemi vërejtje. Kur në farë figure publike, në ftyrë publike, këtë po shkojnë për vizitojnë, po i shkojnë mesazhe, po bojnë dohe, po i qojnë dhurate. E kush s'po kërkush, i kërkush s'po shkon, veç familja e ngushtë. Vllazën ka shumë sevap, është një kapitull në veti me fol për rëndësinë dhe vlerën e vizitës së të smurit. Mirë, po në momentin që nisesh me shku me vizitu një të smur, me la që tën kohën lutën për ty derisa ti të kthehesh prej atij të smurit, për shkak çka? Për shkak të rëndësisë dhe të vlerës që ka vizita ndaj të smurve. Kur shkojmë te të smutit, do të flasim një herë tjetër, veç një domethënë që është te na praktike. Shkoj njerëzit e i smutë dhe rrën gjysore, 1 orë, 2 orë. Vlla te i smuti shumë shkurt, i bën ja 2-3 dua që ne ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe qohesh. Edhe tjetra u bë praktike, njëtë në vetë, kur ne bëmbën nuk ja jep atina. Kur të smuret shkon një 1 kilograme diçka, banane, 1 kilogram molla, 1 kilogram portokaj. Pa jo të dekaj njëri smuta, ti kur ti sa ke gjallë, 70 vjeç ja çove kur. Për ata dhuratat mos i lëni në plesni kur jena të dek. Po kush e ka nërmen dhurata me i dhon, që tash ti jepni dhurata njëri tjetrit. Tash kur është njëri shnosh, njëri smut, e s'mund të hanë gjys banane këtu 1 kilogram, 6 banane. Ai tjetri 2 kilograme. Edhe me shku te spitali është interesant aty me po, me nejt pak te dera kur hi kejt me kese, thu që jenë të shkuë me hongër dreka, dark atje. Tana i ka 2-3 soka. Jo kësi, do me thonë, të langjeve, jo soka tirë, ku e dione, sene, pa i smorët një gotë me piku, pa i shënë 2-3 soka, ka 1 litër e gjys, 3 litra, i nuk është atë të prodhue, langjet ashtë me i qua, atë me pije, me i qite, me pije, me i qite, ku ta dione. Pra nuk ka nevojë, te i smuti nuk ka nevojë, veç nëse ka në i farë kërkese ekstra, dveçant, atëherë një sen dveçant, bën mi a qua. Obligimi i pest i muslimanit ndaj muslimanit është kur muslimanit të shtin idha atase fa hamidallaha fa shammithu. Kur muslimanit të shtin, ajo të shtima do të thonë është proces fiziologjik që nuk vjen me qefin ton, e as nuk nalet me qefin ton. Ajo vjen vetvetiu. Pse vjen janë disa sebepe, disa shkaqe pse vjen. Ndrrimi i ambientit prej një vendi në një vend tjetër, sidomos prej nxet ftoft, vjen të shtima, ose njeriu kur hyn ujë, kur laget, vjen të shtima, të kallzon domethënë që ka filluar një çrregullim në organizëm. Edhe kur të shtin njeriu, çka do të më thonë? Elhamdulillah. Pejgamberi selam ka thonë feshemmithu është me i thonë yerhamukallah. Pastaj ai që ka thonë elhamdulillah, mas të shtimes thot yehdina wa yehdikumullah. Qëto e ndatë që i dini besaj. Edhe obligimi i fundit që është obligim kolektiv, edhe këtu isha ndalë pak ma shumë, por nuk kemi ku, po ndashta shkaku pse e përzhulla këtë përmbledhje të pejgamberit alayhi salatu wassalam është që ke e fundit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa idha mata fatba'hu, kur të vdes besimtari musliman për cilja namazin, për cilja gjenazën edhe qka falja namazin e gjenazës. Ose të na bëhet praktik ndrysh. Falet namazin e gjenazës, pastaj i përcillet gjenazja. Dikun tjetër përcillet, pastaj aty të vorë i falet. Si do që tjetë, është pej traditës, është pej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja fal namazin e gjenazës familjarve, miqve, dashamirëve, besimtarve. Me bodo, me po lutje, edhe qka, edhe me përcjell mënyrë dinjitoze deri në banesën e fundit, banesën e retash që është varri.
Edhe jo me i njëru aty varrin edhe me mendu se ajo është një grup kur gjëhish. Ai varri është shumë i rëndësishëm, është më i mirë se kjo xhami këtu. Është kopsht prej kopshteve të xhenetit për besimtarin. Dhe është gropi i gropave të zjarrit për jo besimtarin. Andaj, a du të me marë pjesë, në rast do me thonë që shjemi tash me pandemi pak është do me thonë gjendja serioze, tash të familjarët, miqë dashamirët po. Ndërsa jashtë pandemisë, sa ma shumë gjemat, aq ma mirë. Se po dikush s'ka lidhje, si 10, si 100, si 1000, jo. Ka lidhje, sa ma shumë, edhe të mirë, aq ma mirë për të vdekurin. Sa ma shumë gjemat, edhe të mirë, njerëz të mirë, aq ma shumë ka shpërblime i vdekuri. Sepse pe i duave të gjallëve përfiton i vdekuri. Pastaj të nderuar vëllezër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse vdes një besimtar musliman, edhe namazin e xhenazës ja falin 100 burra të mirë, të devotshëm, ajo është çka shenjë se ai njeri ka qenë i mirë. Bile pejgamberi alayhi salam ka thonë, nëse vdes një besimtar musliman, edhe 40 burra të mirë, të devotshëm, ja falin namazin e xhenazës, ajo është dëshmi për të se ka qenë njeri i mirë, edhe do t'i falen gjunahet atina.